A ja vlen me marrë pjesë Kosova në PISA? Shife, na nuk duhet të synojmë ndryshimin e gjendës në PISA, mujmë edhe mos me marrë pjesë, po PISA po na tregon një sen që kemi probleme me cilësi. Nëse na mujmë vetë me determinu që kemi probleme me cilësi, edhe me ditë kur ato probleme po zvoglohen, unë për PISA-s mundemi me dalë me njëherë. Nuk është nej problemi madh ajo. Po se na gjendjen pedina, na ka kallëzu PISA. Po, ajo na mundson neve vazhdimisht me u krahasu me botën, edhe diqysh edhe klasën politike, edhe njerëzit që punojnë në fushën e arsimit i ngacmon vazhdimisht. Po që 4 herë po ndodh çka dhe s'po ka efekt. Po te ne kjo issue attention cycle është shumë i shkurtër. Gjatë 2-3 ditë debati për ditë e para qohen tona mediat, merren me këtë punë, pastaj e harrojnë këtë punë. Qohen prindërit, flasin, pastaj e harrojnë këtë punë. Do me thonë, këtu duhet pak ndoshta edhe ato që e kemi quajtur edukim medial të popullata e përgjithshme, në mënyrë që thjesht një informant e cila ka një peshë kaq të madhe ta trajtojnë pak më me seriozitet.